Cëna prej ditësh ka publikuar pjesë nga raporti përfundimtar i kontrollit të lartë të shtetit, i cili hedh dritë mbi disponibilitetin e barnave për trajtimin e sëmundjeve tumorale. Pas disa ditësh publikimesh të vazhdueshme të dhënave nga raporti i KLSH-s, këtë të shtunë po publikojmë një fakt të ri shqetësues që vën në pa një problem serioz në sistemin e autorizimit të barnave antitumorale në vendin tonë. Sipas auditimit të kryer nga kontrolli i lartë i shtetit, nga shqyrtimi i 25 rasteve të miratimit të autorizimit të tregtimit për barnat antitumorale, u konstatua vonesa të konsiderueshme në procesin e autorizimit. KLSH paralajmëron se vonesat burokratike nuk janë thjesht një problem administrativ, por një kërcënim i drejt për jetën e pacientëve që presin trajtim antitumoral. Raporti i KLSH-s evidenton qartë se procedura aktuale është jo efikase dhe e gjatë, duke treguar nevojën urgjente për reformë ligjore dhe operacionale. Nga momenti i propozimit të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, AKBPM, deri në nxjerrjen e urdhrit nga ministri i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe dorëzimin e autorizimit tek subjekti aplikues, koha mesatare e pritjes ka rezultuar 24 ditë. Kjo vonesë pengon reagimin e shpejt institucional në situata kur kërkohet vendimarrje urgjente, veçanërisht për barnat antitumorale, nënvizon raporti. KLSH shton se procesi aktual krijon vakum rregullator dhe kufizon fleksibilitetin operativ të Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, duke ndikuar drejt për drejt në furnizimin në kohë të barnave dhe duke rritur rrezikun për pacientët në nevojë emergjente për trajtim. Duke qenë se verifikimi teknik, profesional dhe shkencor mbi efektivitetin dhe sigurinë e barnave kryhet rësisht nga agjencia, është e arsyeshme që kjo kompetencë të mos mbetet vetëm rekomanduese, por të përfundojë me lëshimin direkt të autorizimit nga vetë agjencia, thuhet në raport. KLSH rekomandon që drejtori i përgjithshëm i AKBPM-s në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të ndërmarrin masa të menjëhershme për përmirësimin e procedurave, si dhe të iniciojnë ndryshimet ligjore përkatëse me qëllim rritjen e efektivitetit dhe garantimin e zbatimit të ligjshmërisë në procesin e autorizimit të tregtimit të barnave. Ky fakt i ri vjen pas disa ditësh publikimesh të mëparshme nga raporti i auditimit, i cili zbulon fakte të rënda mbi keq menaxhimin e barnave, si dhe mënyrës së trajtimit të pacientëve me kancer.